Profesor Kalaja, emocionuese, shumë rivalitet, por fitore merituar. Po, fitore plotësisht e merituar. Me thënë drejtën, ne kena luajtur kundër një skuadër shumë të fortë. Ne është një skuadër që në fazën e parë kena fitu 3-0 me të, ndërsa në fazën e dytë, si rezultat i 4 blemjeve shumë të forta, pasus, qener, ansor, diagonalist, lojtar shumë të mirë, me lartësi, me parametra fizik dhe teknik të mirë dhe me thënë drejtën skuadër shumë e fortë. Çfarë ndodhe në 2 setet e parë si humbë? Po, edhe në qoftë do të kishim humbë, nuk do të kishte kanë ndonjë gjë sepse ato ishin shumë të fortë, por ne tentuame të kapim pikat e dobta të tyne, filluam sulmume më shumë me qendrat tona, pavarësisht se ato ishin shumë të lartë në qendër, por gjithsesi ne arritme duke sulmuar me qendër të lirojmë të dy krahët, majtas dhe djathtas, dhe shpirti dhe dëshira madhe që patën çunat bani që ne të fitojmë. Du të them sepse një pjesë e lojtarëve ne kena kalu këto kohë një periudhë të vështirë, dëmtimesh, smundje, influencat të ndryshme nga gripi, me thënë drejtën të gjitha këto kanë niku, po fal shpirtit dhe dëshirës të madhe që kishin çunat edhe eksperiencës, ato arritën të fitonin. Ne arritme të fitojmë. Kjo është hapi parë, ditën e dytë, dita e dytë. Po patjetër që shkojmë edhe në Tiranë për me fitu, me dy të fitume, është kjo fazë e play-offit. Gjithsesi ne luajtme denjësisht, arritme të fitojmë një skuadër shumë të përgatitur, një skuadër që ka bërë edhe shpenzime si rezultat në fazën e dytë, por gjithsesi kjo tregon që çunat duke kur kanë zemër dhe kur kanë dëshirë të madhe bajnë mrekullinë. Dhe në këta mrekullinat ishte edhe ndeshja e sotme. Po me në shpenzimin e kundërshtarit, po në fakt Vllaznia ka hyrë në muajin e 4 pa pagesa, ka mikuar kjo tek skuadra? Tashti nuk është mira për me diskutu tashti për pagesat, është fundi i kampionatit. Unë mendoj që dëshira mire e palëve është që të bëhen, çunat janë të bindur që asgjë nuk do t'i humbin, asgjë, çështjet burokratike, procedurale do të na bëjnë që vitin tjetër me zanë mend inshallah edhe bashkia edhe shoqatat që të organizohet mirë. Dhe diskutojmë tashti në këtë gjë, nuk kena pse kena mendën, çunat as nuk e kanë pas mendën fare të ato, çunat kanë luftuar me shpirt, ato janë të bindur që asgjë nuk do t'i humbin. Çështja burokratike është, besoj që do ta kalojmë këtë fazë. Sukses profesor në takimin e dytë. Faleminderit për ju.